Kandidati nacionalist opozitar Karol Nawrocki ka fituar raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Poloni me 50,8% të votave, sipas Komisionit të Zgjedhjeve, duke i dhënë një goditje agjendës reformuese të qeverisë pro-europiane të Polonisë. Rivali i tij Rafal Trzaskowski, kryetari liberal i Bashkisë së Varshavës dhe aleat i qeverisë udhëhequr nga Donald Tusk, mori 49,1% të votave, raporton Reuters. Nawrocki, 42 vjeçar historian euroskeptik, i cili kishte udhëhequr një institut përkujtimor, bëri fushat duke premtuar se do të siguronte që politikat ekonomike dhe sociale do të favorizonin polakët përballë nacionaliteteve të tjera, përfshirë refugjatët nga Ukraina-fqinje. Nawrocki, mbështetur nga Partia Ligj dhe Drejtësi, pritet të vazhdojë politikat e paraardhësit të tij, presidentit Andrzej Duda, po ashtu aleati i partisë më të madhe opozitare, përfshirë bllokimin e çfarëdo përpjekjeje nga qeveria për të lejuar abortin apo për reformimin e gjyqësorit. Në media sociale, Duda falenderoi polakët për pjesëmarrje të madhe në zgjedhje. Dalja në votime ishte 71,3%, njoftoi Komisioni i Zgjedhjeve, që përbën rekord për balotazhin presidencial.